31 vjetë që punojmë bashkë, me të është, nuk di me përshkru, një gjanë që s'ka ndodhë kurrë, e kuj, një djallit mrekullueshëm, kolegus me shumë vlera, njëri që do të komunitetin në Shkodër, unë nuk arri me të shtik ato kontrolet me ato pajisjet për Këshilli i Gjykatës, ka caktuar për çdo sallë gjyqit një person, kështu që ndoshta vetëm ato pajisjet që detektojnë armë, nuk e dim, duket nuk funksionojnë, kanë kohë që funksionojnë, por... Ka problematika, a ka kërcënime ndaj gjyqtarëve? Po ja, nuk ka kërcënime. Ka në një reagim kështu, po jo kërcënime, s'kena pas. Zoti Virta, kjo është një çështje në Shkodër e vjetër. Pse nuk ka marrë zgjidhje këto vite dhe pse erdhëm deri në këtë pikë? Kjo çështje mjaft problematika, që kjo ka filluar që në vitin 1994, kur gjykata e apelit ja ka njohur familjes Shkami këtë pronësinë mbi Trollin, një vendim i kontestuar prej shumë personave që ka sjellë pastaj ndërkohë Bashkia e Shkodrës kishte sterhuar në shkollën rezerva, kishte sterhuar një numër konsiderueshëm rreth 30 familjesh në vitin 1992 dhe këtu kanë lënë pastaj ato. Pse kaq zvarritje 30 vjeçare? Pse mendon? Po no, sepse derisa ato morën pra arritën me bë privatizimin, blenën ndërtesën, dhe pasi blenë ndërtesën më në fillon me kërku që të hynin në posedim ndërtesë duke nxjerrë jashtë banorët që ishin. A kanë çështje të tjera në gjykatën e Shkodrës kjo familje dhe konflikte, a vazhdon akoma? Jo, ky konflikt, ky është kanë pasur.